Jam fotograf profesioniste. Jo nga ato që bëjnë portret në plazh me filtra roz, por në ato që punojnë dasma si sniper të emocioneve. Gjuaj natyrshëm, pa ndërhyrje, me një lejka të heshtur dhe një sens që më thot gjithmonë se ku do të ndodh momenti i vërtet. Dasma e Elitë dhe Gresës ishte një punë si çdo tjetër, deri në momentin kur dhëndri, Eli, më thiri një ditë para ceremonisë. Aurela, të lutem, ke një orë të lirë sot pasditë, para dasmës. Dua të bëj një seancë të veçantë, vetëm unë, jo Gresa. Zëri i tij ishte i çuditshëm, jo nervoz, por i ngarkuar nga një peshë që nuk dija ta emërtoja. Normalisht nuk pranoj seanca private me dhëndër panusen, është etike punës. Por diçka tek ai më bëri të them po. Eli, çfarë lloj seance? Pyeta. Vetëm më jep aparatin, do ta shohësh. U takuam në një park të vogël periferik të Tiranës, nga ata që dimri i bën pelgje dhe vera i bën pluhur. Eli erdhi me një kostum gri, jo dasmor, por të rregullt. Në dorë mbante një kuti të vogël prej druri. Filoj të xhirosh, më tha, pa më përshëndetur as. Po? Ai nuk më shikoi mua. Shikoi në lentet e mia sikur aty ishte një dhomë zbrazët ku ai mund të rrëfente. Hapi kutin. Brenda kishte një shal të thurur me ngjyrë bruz, pak të qalë, dhe një fotografi të vjetër të zverdhur. Kjo është nëna ime, tha. Vdiqka kur isha 15 vjeç. Para se të vdiste më tha, Eli, kur të martohesh, unë dua të jem aty. Edhe nëse nuk më sheh askush, unë dua të jem në atë ditë. Unë dal. Era e lehthi lëvizi flokët. Gresa nuk e di këtë histori. Ajo mendon se unë jam i qetë sepse jam i sigurt. Por unë jam i friksuar, Aurela. Jo nga martesa. Por nga fakti se nëna ime nuk do të më shoh duke u martuar. Dhe unë, dua që ti të më fotografosh sot. Të më fotografosh duke i folur asaj, duke u lutur, duke qarë. Sepse nesër, para njerëzve, unë duhet të jem zëndri i gëzuar, ai që buzëqesh, ai që pret nusen te dera e kishës. Por sot dua të jem djali i saj. Më ra aparati nga duart gati. E kap në ajër. Jo nga tronditja, por nga pesha e asaj që kërkonte. Ai nuk kërkonte fotografi, kërkonte dikë që të dëshmonte një lamtu mirë. Eli, unë jam fotografja jote e dasmës. Kjo nuk është në kontratë. Prandaj të paguaj veçmas, tha, dhe syti kishin marrë atë shkëlqimin e qelktë para lotëve. Dhe përveç parave, të lutem, sepse ti i kupton këtë gjëra. Pse mendon se të zgjodh aty? Jo sepse ke lentet më të mira, por sepse në galerin tënde kishte një foto të gjyshes tënde duke qeshur në spital, disa orë para se të vdiste. Ti nuk tregove vdekjen, tregove dashurin. Më trego dashurin time për nënën time, tani. E ngrita aparatin përsëri. Këtë herë jo si profesioniste, por si roje vareze e një rrugtimi të shenjtë. Eli u ul në një stol druri. Vuri shalin bruz mbi supin e tij, sikur dikush ja kishte vënë nga pas. Fotografinë e nënës e mbajti përpara gjoksit, me të dyja duart, si të ishte një ikon. Nën, filoj me zë të ulët. Nesër martohem, me Gresën, atë që ti nuk e takove kur, por që unë të tregoja për ty çdo mbrëmje. Ajo gatuan si ti? Jo. Nuk gatuan fare, por qesh si ti. Po tamam si ti. Të njëjtën mënyrë kur i bie hunda kur qesh. Lotët i rodhën. Unë gjiroja pandalur. Autofokusi im duke i neveritur nga heshtja, por unë e mbilja zërin e aparatit. Vetëm klikimet e lehta, si zemra. Kam frikë, more nën. Kam frikë se mos e dua Gresën aq shumë sa doja ty, dhe pastaj ajo një ditë, sikur se ti, ike.
Kam frikë se mos jam baba i keq, se mos jam buri mjaftueshëm. Ti më thoshe gjithmonë, Eli, ti je më i fortë se sa mendon. Po unë nuk jam i fortë. Unë jam ky që po sheh tani. Një burr 32 vjeç që i flet një fotoje në park. Ai qau me të qarat e gjata, të heshtura, të atyre që nuk i tregon askujt. Unë nuk ndërhyrja. Fotografia nuk është të ndërhysh. Fotografia është të jesh aq transparent sa e dhimbja të haroj që po e shikon dikush. Për 5 minuta ai vetëm mbajti shalin pranë fytyrës. Pastaj filloi të lutej. Nuk e dija që Eli ishte besimtar. Me sa duket, askush nuk e dinte. Lutej me zë të ulët, fjalë të vjetra, të atyre që i mësojnë gjyshet. Dhe befas, në një moment, ai vuri shalin në gjunjë, mori fotografinë e nënës dhe e vendosi në xhepin e brendshëm të xhaketës, pikërisht mbi zemër. Kështu, tha. Nesër, kur të them po, ti do jesh aty. Dhe do më shohësh të lumtur. Jo sepse nuk të kam mal, por sepse ti më mësove se lumturia nuk është pa dhimbje. Lumturia është të mbash dhimbje në xhep dhe të ecësh prap. U ngrit, fshiu syt. Më shikoi për herë të parë drejte në sy. A i ke të gjitha? Më pyeti. I kam. Atëherë fshii. Mos ja trego askujt përveç meje, as gresës. Jo sepse e fsheh, por sepse këto foto janë bisedë ime me nënën. Ti ishe vetëm dëshmitare. Eli, ti nuk më ke porositur për foto. Ti më ke porositur të jem dëshmitare. Dhe unë e kam bërë këtë punë më parë. Por kur me ka dhimbur kaq shumë aparati në dorë? A i bëri një hap para, ma mori aparatin nga duart, shikoi ekranin e vogël. Shikoi veten duke qarë, duke u lutur, duke mbajtur shatlin bruz. Dhe më tha diçka që nuk do ta harroj kur. Tani i di të gjitha fotot që dua. Ke bërë më shumë se një fotografe. Ke qenë një dhomë e zbrazët ku unë bërtita pa u dëgjuar nga askush. Më ktheu aparatin. Pastaj mori shatlin, e palosi me kujdes, e futi në kuti bashkë me fotografin. U largua pa u kthyer. Të nesërmen, në dasmë, Eli ishte ai tjetri. Buzëqeshi duke pritur gresën. Qau pak kur ajo hyri në kish, por lotët e tij këtë herë ishin të rinj, jo të vjetër. E puthi me atë pasionin e të dashuruarve që nuk kanë frikë nga e ardhmja. Unë zhirova gjithçka. Por sa herë që shikoja xhaketën e tij, mendoja, aty brenda, mbi zemër, është një grua që nuk flet më, por që sot do ta shoh djalin e saj të lumtur. Në mbrëmje, kur dasma mbaroi, Eli më gjeti te dera e salës. Më shtrëngoi dorën fort. Nuk tha asgjë. Nuk ishte nevojë. Shkova në shtëpi, hapa dosjen Eli sekret, shikova përsëri fotografitë e atij pasditeje në park. Dhe për herë të parë në 8 vjet karrierë nuk i përpunova dot. I lash ashtu siç ishin, pak të turbulta nga lotët e tij, pak të lëkundura nga dora ime. Sepse ka momente që nuk duhen përsosur. Ka momente që duhen mbajtur të papërpunuara, si një plag që nuk don të shërohet dot, sepse ajo plag është dashuria. Dhe unë, si fotografe, e bëra atë punë me dhëndrin para se të martohej. Jo punën e kameristës, por punën më të vjetër në botë. Të qëndrosh në këmbë, të heshtur, dhe të dëshmosh se si një njeri thyhet pak para se të bëhet i lumtur.